Po burra mu jartë mëre. Po kratu lumshin. Po varë poqi e ja u kthefshë me të mira i sholla. Harë poqi falemderit. Ambjen i sholla bashkë me meqe me dasha mirë. Në bjeshkët madhështore të Rrugovës, aty ku ajri i pastër, kullotat e gjelbra dhe tingulli i këmboreve krijojnë një pamje të veçantë, familja Blegtorit Can Rrugova vazhdon të ruaj një nga traditat më të vjetra të jetës baritore, qethjen e deleve. Në këtë ditë mblidhen familjar, miq dhe dashamir të bjeshkës për të ndihmuar një punë që kërkon mjeshtri, përvojë dhe përkushtim. Can Rrugova është një ndër blegtorët që e ka lidhur jetën me bjeshkën. Për të, ruajtja e deleve nuk është vetëm një burim jetese, por edhe përgjegjësi për të mbrojtur një trashëgimi të çmuar kulturore. Atmosfera gjatë qethjes është e veçantë. Krahas punës së palodhur nuk mungojnë bisedat, mikpritja dhe ushqime tradicionale të përgatitura me prodhimet e stanit. Të qethat në bjeshkët e Istogut mbeten një nga ngjarjet më karakteristike të trashëgimisë shpirtërore të Dugaqinit, duke dëshmuar se zakonet e të parëve vazhdojnë të jetojnë falë për kushtimit të blegtorëve dhe dashurisë për bjeshkën.